vazhdojmë bisedën me musafirin tim në studio. Me mua këto afër është Lavdim Zylfiu, i cili vjen nga Federata e Golfit Kosovës, më shumë se 18 vite tani me këtë sport, duke jetuar në Kosovë pikërisht. Ishte sapo duke ma thënë. Po e fillojmë me Lavdimin duke diskutu fitoren ndaj Serbisë së fundi, e cila normalisht ka qenë edhe një fitore historike edhe një kthes shumë e madhe në golfin kosovar. Po, ashtu është na. Kënaqësi t'ju kemi këto. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të përgjigjemi ftesës juaj. Ditën e diel jemi kthy nga kampionati European Team Shield Championship Malta 2026 këtë vit, ku për herë parë si federat, si Republika e Kosovës morëm pjesë në një kampionat evropian ekipor, nga që në gara individuale e kishim bërë këtë vitin e kaluar për herë të parë. Kampionat evropian i divizionit 3, në cilin morëm pjesë 14 shtete, përfshif 100 tanë të gjithë, dhe pas garës së ditës së parë, ku u bë radhitja në mes gjitha shteteve, neve na rastisi që në qerek finalet na qëllonte kundërshtar shteti i Gjorgjës, të cilën e mposhtëm 3-0, dhe pastaj ditën e dytë, që ishte dita e premte e javës kalume, ishte gjysmëfinalja me fqinjen tonë verior Serbin, që ishte gjithashtu për herë parë ballafaqimi jonë si Federatë e Golfit e Kosovës, por që me sa kam informata mbasi edhe hera e parë në kuadër të garave evropiane, një skuadër pra me ekip që ballafaqohemi si dy shtete të ndara, edhe ishte një lojë e jashtëzakonshme në temperaturat të larta, ku djeptanë treguan qëndrueshmëri, disiplinë edhe koncentrim deri në momentin e fundit, duke arritur që të fitojnë në fund me rezultat 2-1, edhe ta shinojnë një moment jashtëzakonisht historik, i cili mbasi na ka bashkuar dhe sot për diskutu për këtë garë, që ishte diçka e jashtëzakonshme pikërisht në një ditë para 18 vjetorit të nisjes punës, siç e ceke në fillim, kur para 18 viteve kemi marrë një parcel tokë për ta ndërtuar ushtrimorën e parë të golfit në Kosovë. Ishte një garë e jashtëzakonshme, një derbi ballkanik mbase ma interesant, ku që është më rëndësishme, si federatë kemi fituar një respekt edhe një kredibilitet jashtëzakonshëm tek të gjitha shtetet pjesëmarrëse aty, sidomos tek zyrtarët e EG-s, edhe sidomos tek organizatori Niko Qiri, për cilin pastaj kam kalu goxha kohë për ta diskutuar atë moment, i cili thash që sigurisht do të jetë në mbamendje të gjatë, por që i thash që sigurisht ka me qenë në gjithë historinë tonë, sot jemi gjallë që ka me u diskutu se si kemi fillu garën, dhe krejt në fund që ishte interesantja, ishte një finale shqiptare, ne në finale u taku me nënën Shqipni, edhe finalin e kemi humbë 2-1 me rezultat të njëjtë, por që ishte interesant se ishte një finale shqiptare, ku në fund të fundit, pas ka shku po, pavarësisht tek shqiptarët. Të dy palët e bënë maksimumin e lojës, nga loja din me u vendosë në minutat fundit, edhe pse loja zgjatë 6 orë, ashtu ndodhi ditën e shtunë. Shqipëria u shpall kampione e grupit B, derisa ne si Kosovë nën kampione e grupit B, dhe ishte një avanturë e jashtëzakonshme në pjesëmarrjen tonë të parë në gara kolektive evropiane, dhe tashmë me nxis po presim një farforme që ta marrin vesh se kush është Niko Qiri i vitit arshëm, në mënyrë që të përgatitemi nga tash për datat 27 korrekt 2 gusht të vitit arshëm, që ta kemi edhe një paraqitje edhe sa më të mirë. Paraqitja jonë sado që ishte e mirë, ne kishim mungesë lojtarin qendror të Kosovës, i cili ishte i lënduar dhe i cili besoj që vitin e ardhshëm do të jetë në dispozicion për të garuar, në mënyrë që ne të ngjitemi edhe më lart në kategorizimin e shteteve, edhe që pas një kohe, ndoshta jo shumë të gjatë, të dalim nga divizioni 3 në divizionin 2, sepse edhe kjo nuk është e pamundur, dikur ka tingëllu shumë e pamundur vetë krijimi i Federatës të Golfit Kosovës, vetë strukturimi celulat e para atyne, por që me kohë, me përkushtim edhe punë, kemi mri deri këtu ku i shumë javës kalume, dhe ku jemi sot që të bisedojmë për gjanat e bukura të golfit, edhe të flasim për suksesin e parë kolektiv ekipor që kemi kriju javës kaluar me shtetin ton, me fqinjen ton verior Serbin. Ka pasur edhe shumë sfida deri tek kjo përballje, apo jo? Po,
Pas fitores Gjorgjis, na teorikisht e dishëm qysh prej nisjes që shansat janë maksimale me në ra në grup me u ballafaqu zbashku, kështu parimisht në vetë se kishëm premtu zyrtarëve të EGA-s qysh në vitin 2023 në Londër, kur jemi pranu se ne shikojmë gjitha shtetet të njëjta, pra i marrim në mënyrë shumë profesionale edhe mundohemi që të japim maksimumin tonë, pra që të tregojmë sukses, se nga njerë kur t'lu nga ndaj shteteve edhe më të fuqishme ke një motiv shtesë, sepse zakonisht kur t'lu me më të fortin, edhe në rast se hup, prapë se prapë përfiton, fiton eksperiencë dhe çdo lojtar fiton eksperiencë me bashkëlojtarën e tyre. Edhe qysh ditën e parë kur u kry çerek-finalja, ne ditëm që kemi me lujtë dhe në ra shorti me Serbin, ku u bo biseda e parë mes nesh, sepse djemtë u detyrun që të bëjnë kërkes për ta dorëzu lojën e tavolinë 3-0, nga presioni që kishin nga Ministria e Sportit e tyre, gjatë që neve nuk na pëlqente se kishum qef me u ballafaqu në teren dhe tek i fundit me pas sfidën se ku qëndrojmë përballë. Edhe me tregu vetën, a? Edhe me tregu vetën, me tregu vetën përballë tyre, përballë gjithë publikut edhe gjitha shteteve tjera pjesëmarrëse. Edhe në fund të ditës gara për këtë është, për të tregu kapacitetin gjitha ato ushtrime, gjitha ato trajnime që janë bërë. Ishte bërë një rrugtim shumë i gjatë për me mri deri atje. Ka zgjatë një 4 orë negociatat mes Nikoqirit, zyrtarëve të EGA-s, derisa u marrë një vendim i prem që ose du të dëgju Ministria, ose du të dëgju IGA, Federata Evropiane, e në rast se kjo e fundit nuk dëgjohet, pra IGA, shkaktohet një precedent i rrezikshëm, sepse mund ndodhte edhe mes shteteve tjera që ishte aty, edhe do të ndodhte një përjashtim afatgjatë që do të ishte lajm shumë i keq, edhe do të ishte një humbje shumë e madhe për vitet e ardhshme, për talentat e ri dhe për krejt lojtarët. Andaj ka qenë ora 10 pas mesnatës kur është marrë vendimi i konfirmuar se nesër të dy ekipet do të dalin në teren në orën 12:45 edhe do të ballafaqohen drejt për drejt pranë publikut, pranë krejt zyrtarëve atje që ishin. Edhe fillun tani ato emocionet ndaras edhe përgatitja prej... Pas kanë lënë pa gjumat në ata? Përveç që më kalon pa gjumë, është fatkeqësi, po ka njerë Zoti cakton disa gjana. Unë atë natë jam smu edhe këtë lojë që mbase ishte dhurata më e veçantë, kom qeni vetëm që s'kom mujt me shku në teren me pa sepse jam smu, edhe kom qëndru gjatë gjithë kohës në hotel, në dhomën e hotelit, paksa i izolum, më kishte godit dielli shumë fuqishëm në kokë një ditë më herët, edhe e kom përcjell ton kohën online prej dhomës të hotelit, duke i përgatitur edhe mediat në Kosovë, edhe kishëm përveç kapitenit që ishte vazhdimisht në teren për të kontrolluar 3 grupe të lojtarëve se si po luajnë, kishëm edhe disa musafir që realisht ishin sponsorat tonë, kompania Send që kishin ardhur me pa një lojë golfi me që na kishin sponsoru, edhe merja një nga një në telefon duke i pyetur që është në rregull rezultati se çfarë po shkruan, se kisha frikë mos ka ndodhur në gabim teknik, edhe ato 6 orë më kanë zgjatë jashtëzakonisht shumë, edhe po në fund mi dërguam videot live aty kur ndodhet përshëndetja mes lojtarëve, sepse golfi ka një etiketë që pavarësisht kënd e ke kundërshtar, ti je edhe tifoz i kundërshtarit tonë, duhet të dorë trokatësh, do të bësh dorë trokitje, se herë që ndodh një goditje mirë, ta komplimentosh, ti shpesh këqardhje kur ndodh një goditje keqe prej kundërshtarit tonë, dhe në fund patjetër se kemi heq kapelen edhe mja zgjat dorën edhe mja uru fitoren, fillimisht bashkëlojtarit tonë që ke pas pasi në gjithë ekipit, sepse është diçka jashtëzakonisht konkrete edhe loja golfit s'bot me të njohshëm, edhe janë pikërisht ato filmime që i kemi bo, dhe pastaj mi dërgun dhe fillova pastaj me komuniku me kolegë tanë në Prishtinë, me lojtarë tjerë në përmërgat që më shkruanin vazhdimisht, se ata e dinin ne këshëm paralemru në Facebook që po, dhe më thonë loja do po zhvillohet edhe po fitohet. Njerëzve nuk i pretke momentumi i rezultatit krejtë në fund që deshti, s'po them fati, po puna dhe angazhimi me qenë na në këtë rast fitus, nuk di se çfarë do ndodhë në vitet e ardhshme, po aktualisht jemi
jemi ata që kemi kriju motën gjatë vitit 2023 se Kosova është fuqi rajonale e golfit dhe se këtë kemi dëshmuar në paraqitjen tonë të parë edhe pse praktikisht na deri 3 javë para fillimit të kampionatit nuk kemi qenë të sigurt se do të udhtojmë, po krejt në fund të mobilizum, i bëm disa konsolidime, arritëm me shku dyqysh në Malta, edhe megjithatë për atë pak kohë, sepse këshëm një plan krejt tjetër se si do të rrjedhte ngjarja atje, në mënyrë që të krijoj një imazhi sikur kur del nga mësuesja të arsimtarët, edhe qysh është ai imazhi kur ta krijon arsimtari ditën e parë mendimin për ty, çashtu e konsideroj shumë edhe na mendimin e zyrtarëve të Egës dhe shteteve tjera, se ishëm për herë të parë shteti më i ri, ekipi më i ri, edhe tek ditën e 5 zyrtarët edhe kolegë tjerë e kuptuan që ne kemi një eksperiencë të jashtëzakonshme, na kishim njerëz, për shembull kapiteni ynë ishte 34 vite eksperiencë, që ndodhte se gjente edhe ndonjë gabim gjatë mbarvajtjes kampionatit, edhe ajo çka më vinte çudi duke filluar prej mikut ton, presidentit maltez, shtetet tjera nuk e kishin as idenë më të vogël se Kosova dhe Shqipëria, pra ne dhe nëna Shqipëni, jemi njëjti këmbë, si ju thosha që kjo është befasi edhe për vetë juve, se nuk ka ndodhur me qenë 2 shtete, nga njëjti këmbë pjesëmarrëse dhe njerëz nuk kishin ide, na shihnin këtë afërsinë, po nuk kishin ide që ne jemi një këmbë i njëjtë. Flasim të njëjtën gjuhë. Flasim të njëjtën gjuhë. Kjo na kishte ndodhur edhe në 2023-shin, kur më kishte ndodhur me pyet për shembull tash mikesha ime, sekretarja e Italisë, po dhe sekretarja e Zvicrës, më pyesnin se ku e kemi mësuar të gjuhën shqipe. Mu do kjo tragjikomike kështu kur qeshëm dhe i tregoja që na jemi kështu, më dash një shpjegoj historinë e Kosovës edhe krejt to, e tregova që po, jemi shtet i ri me krejt çto eksperjenca, po e kemi bërë krejt çto ushtrim edhe krejt çto angazhim jashtë kufirit. Edhe këtu i ardhë me lojtarë nga Gjermania, nga Norvegjia, por që janë shqiptarë nga të 2 prindrit, kanë pasaporta shqiptare, madje me dekret presidencial, edhe krejto, pra ishte një befasi jashtëzakonisht e mirë, edhe tash po shijojmë akoma ato momente, akoma pranojmë telefonata, mesazha, urimi edhe krejto, po kemi filluar tash fokusin në organizimin e kampionatit shtatë Kosovës, i cili mbahet muajin e ardhshëm me data 18 dhe 19, atje besoj që do të jetë kësaj radhe një elektrizim, një entuziazëm edhe më i madh nga gjithë bashkëlojtarët, sepse kemi çka me bisedu kur të mbledhemi gjithë, edhe kemi çka me shpjegu disa nga prapaskenat që mbase nuk do të ishte korrekt të themi publikisht këtu. Patjetër që po. Gjithsesi, do të diskutojmë pak edhe kushtet, gjendjen e golfit, Federatës Golfit në Kosovë. E di që ndoshta kemi pas mundësi dhe ta diskutojmë herave të tjera, po pse jo ndoshta të risjellim si temë, duke marrë parasysh që është një sport i cili nuk është shumë i popularizuar, sidomos tek ne, e mbi të gjitha nuk është se edhe mbështetet shumë nga institucionet tona në këtë rast si sport. Më baj men, kom qenë herën e parë, më duket mysafir në 2024-shin, nga atëherë deri në këto momente që po flasim, numri i lojtarëve të Federatës Golfit Kosovës është rrit për një 35%, edhe e kemi arrit për herë të parë ta kapim numrin 3 shifror, që është një numër goxha i respektuar. Për shembull shteti jon fqin që lutem tash i ka spako 864 lojtarë të deklaruar zyrtarisht në EGA, sepse ne bëjmë çdo vit këtë bilancin e deklarimeve, edhe duhesh me deklaru lojtarët në bazë numrit aq sa janë. Ne kemi një mbështetje që e marrim për çdo vit nga Ministria e Sportit, me që raste përfitoj nga rastin e emër të federatës edhe mi falenderu. Është ajo mbështetje që e marrim bazë të numrit pikëve që i fitojmë nga viti paraprak, nga puna që arrim me bë në vitin paraprak. Sigurisht që rrugtimi jonë do të ishte më i lehtë sikur të kishim përkraje ndoshta edhe nga institucione tjera, po e përmeni për herë të parë që kësaj radhe në Malta e kishim përkrajen e Ministrisë Punëve të Jashtme gjithashtu, por mbi të gjitha na duhet edhe një përkraje nga komuniteti i biznesit. Ne duhet veprojmë siç veprojnë shtetet e Evropës qendrore, ku janë spaku 5 kompani që ka secili shtet që janë kompani
se cila ndryshe në lëmin e vetë, që janë kompani jashtëzakonisht serioze dhe kredibile, që janë gjithsesi partner të federatave të golfit, sepse në krejt eventet që ndodhin sponsorat, pra mbështetësit e federatës, udhëtojnë së bashku me zyrtarët e federatës në për ato ngjarje që janë të jashtëzakonshme dhe aty takohen me mbështetësat e federatave tjera dhe aty shkëmbehen kontaktet, bisedat edhe gjitha mundësitë e bashkëpunimit bizneseve që janë të jashtëzakonshme, pra diçka që mund të krijohet brenda ma pak se një jave që praktikisht merr ndoshta vitet tona dhe s'mundesh me kriju që ato linja. Bjen shpesh me vizitu, për shembull javën e ardhshme do të jem mysafir në fushën e golfit Crans Montana, që është fusha numër 1 në Zvicër, e cila në gjirin e saj ka antarët më elitar të biznesit të Zvicrës, dhe jo vetëm Zvicrës, aty përfshihet edhe Franca, edhe Gjermania dhe Italia, që është një momentum i jashtëzakonshëm me taku njerëz për 2 ose 3 ditë sa do të qëndroj atje, që mbasi gjithë jetën s'mundesh me i taku ata njerëz, por është një mundësi e artë që është një trampolinë e mirë, e cila të dërgon në disa rrugë të cilat kishin mujt me e zhvillu një biznes, qoftë Kosovë, qoftë një biznes që është në Kosovë me u zhvendos edhe me fillu veprimtarinë e saj në një vend të ndryshëm të Evropës, edhe mbi të gjitha njerëz që i takon në këto ngjarje, në këto ambiente, janë njerëz të jashtëzakonshëm, janë njerëz shumë edukativ, janë njerëz shumë korrekt. Në golf është një rregull e pashkruar që golfistat janë familjen krejt botën, edhe para se me ndërmarrë një veprim, nëse dëshiron me bëj një bashkëpunim mbi një çështje të caktuar, golfistat ndjen obligim që ta marrin telefon kolegun e tyre që merret me atë punë para se ta bëjnë një marrëveshje me dikën tjetër që s'është golfist. Edhe kjo është një diçka që më fascinon se si funksionon komuniteti i golfit në gjithë Evropën qendrore, sidomos në Gjermani, Austri, Zvicër dhe në Skandinavi, sepse njerëzit e dashurojnë të mirën edhe kanë qef me përkrah grupet e njerëzve që kanë edukat, që kanë trashëgimi të mirë, edhe që përkrahin ngjarje të bukura, pra që i përkrahin vlerat e shtetit tyre. Gjermanët funksionojnë kryesisht në bazë të proverbit tyre të famshëm që është leben und leben lassen, që thojnë jeto për le dhe tjerë me jetu, edhe ata funksionojnë qashtu që nuk është interesant veç një grup i njerëzve me qenë i avancuar brenda shtetit, sepse s'ka kuptim shteti, pra nuk kanë qef me pas shtetin kulturalisht të vdekur, e sidomos asesin aspektin sportiv, sepse e din që aty parandalohen numri i pacientave në spitale dhe krejt to, kështu që njerëz përzgjedhin para së gjithash me ndihmu komunitetin e tyre sportiv, sepse e din që çka do që bojnë nesër do t'u kthehet qoftë në familjen e tyre të ngushtë, qoftë në familjen e tyre të gjon, qoftë në qytetin apo shtetin e tyre. Mi shumë, e përmendu pak më herët që shumica e stërvitjeve bëhet jashtë kufive në këtë rast në Gjermani, dhe më intereson shumë cilat janë kushtet dhe sa janë përmirësuar ndër vite në Kosovë, apo ende kjo pjesë? Na dikur e kemi pas një ushtrimore të mirë të golfit gjatë vitit 2008-2017, fiks me një gusht 2008-ën kemi pas marrë qëtë tokën në Lapnasel, edhe kemi pas kriju një driving range, një ushtrimore të golfit, ku personalisht që të i kumbo dhe hapat e parë, dhe kapën me to ka qenë një pat center, një qendër e mini golfit, pra jemi mësu me bo goditit e para në golf, edhe goditit e fundit, pastaj nga aty në vitin 2017, kom pas bo një lojë në Austri, edhe nga Austria në Gjermani, ku e kom dhonë testin apo lejen e parë të golfit, sepse me marë pjesë në përgarë ndërkombëtare në disa kategori, edhe du ta kesh spaku një lloj licence që është, si thush, ABC-ja e golfit, që ja dëshmon menaxhmentit se nuk kom e shkatru ambientin këtë kurti, se i kom pak ma shumë se 2 lidhje me kry, po, e kom përmen në njërin nga emisionet e fundit për sportistat të ri që jetojnë në Kosovë, që kanë erë ju hup motivin është ta mu qunë mëngjes ose kur do qofë dhe me shku në trening. Spaku një
13 udhëtime nga Prishtina në Austri e Gjermani me autobus, ku kom shku mi bo këto ushtrimet edhe garat edhe lojt e para në golf, veç për me jep një satisfakcion vetë vetës, ka qenë një sakrificë shumë e madhe, por mi bo disa hapa tutje, mi përforcu disa celula kur ishëm krejt në fillim, sepse dinim që potenciali është shumë i madhe. Ishte rrugë shumë e gjatë, po të gjanat e bukra vinë shumë, vinë vështirë dhe vinë kadale. Andaj, kushdo që heziton në herë me shku, për shembull sot mu qumë në gjesë ose nesër, me shku në trening, nga së shkurgjohë, i bëj 1600-1800 kilometra, vitin e kalum, sa ishëm në Asamblenë e Evropës, të EGës, kryetarin derit i Federatës Evropiane edhe të Spanjës, e murë fjallën një moment edhe ju drejtu gjithë presidentave të Evropës, tha, nësë jemi askush, i tha, shifi që e në herojt e gjallë, njerës që i bojnë 1800 kilometra me shku me zhvillu kampionatin e tyre shtetënor, veç për mja u letu punën në gjeneratave që vinë, për me bo një bazament, një tarë metafrët në Kosovë, në mënyrë që me përshpejtu rrugtimin, mja hek shtetit tyre një 20-30 vjetë, pra me qenë gjithë struktura e ekipit, trajnereve, lojtareve, krejt to, me greenkeepers, me krejt, edhe antarësimet në Federatë Evropiane, në Federatë Botnore, në mënyrë që kur të bëhet fusha e parë, me qenë gjithë shka e gatshme dhe me ju kompletu mozaiki në mënyrë dhe më thonë perfekcionuse dhe po, ashtu është, e kemi zgjedhur një rrugtim të gjatë, po dikush është dashur me bëu edhe këtë histori, e nuk është shumë lehtë me hi në librat e historisë çfarë do të qofshin ata. E vërtet. Jemi te minutat e fundit, Lavdim, faleminderit shumë për gjitha këto që ndajtet me ne, kënaqësi me ndëgju lajme të tilla, edhe gjithmonë kjo një motivim për të vazhdu tutje, edhe ju uroj shumë suksese në garat e radhës. Krejt për fund një porosi, një mesazh për gjithë ata që ndoshta nuk është se e kanë edhe mendimin shumë të mirë për golfin në Kosovë. Ju falenderoj për ftesën në emër të Federatës së Golfit të Kosovës. Mediat e Kosovës e kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm nga dita e parë, që kam pas besim fillimisht ne, sepse na kanë ndihmuar shumë në rrugtimin ton, qoftë në identifikimin, qoftë në bindjen e njerëzve, sepse akoma ka njerëz që kanë bindje, sidomos këto ditë që ishte ngjarja shumë aktuale, edhe faqja jonë në Facebook brenda 2 ditësh kishte kaluar 100.000 shikime, na vinin mesazhe nga kateranët, a është kjo e vërtet, a është kjo ngjarje e vërtet, se ju tingëllojke goxha absurde. Na fushën më të afërm këto e kemi në shtetin e Bullgarisë, për këndët që donë për shembull me zhvillu lojën e golfit edhe me kry këtë lejen e ABC-s të golfit për me mujt me marrë pjesë në gara, natyrisht që në fushën tonë në Gjermani ne kemi trajnerët tona shqiptare dhe kemi gjithë infrastrukturën dhe kemi një marrëveshje që është, si thua, shtëpia e Kosovës për me bë këtë punë, por që është distancë pak më e gjatë, ndërsa përfitojnë nga rasti, sidomos mërgatës tonë, prindërve, me i boftes edhe me sugjeru fuqishëm, me i regjistru fëmijët e tyre, sidomos vajzat, në për fushat e golfit, sepse ata kanë fushat golfit shumë afër atje, në mënyrë që pas ca vitesh të shëndrohen sa më shumë reprezentues të Kosovës, sepse garat janë të pafundme të ndryshme në për Evropë, edhe të vazhdojmë t'ja krijojmë Kosovës një imazh të ri, një imazh të mirë, një imazh që fare e meriton, sepse ne jemi gjenerata më e privilegjume që e kemi mbijetu luftën, që e kemi shiju shpalljen e pavarësisë dhe e kemi detyrimisht borxh m'ia kriju një imazh sa më të mirë shtetit tonë të Kosovës, në mënyrë që të zhvillohet dhe ta arrijë ta mbajë vetveten. Grazie edhe një herë, suksese gjithashtu në garat e radhës.